Albana bëhet gati për recetën e fundit, se duhet i programojmë çik pjesën tjetër, e lëm aty me ato lëngje sa të mira që janë këtu. Që të përgatisim tranan. Shpejt e shpejt recetën e shkruar, çfarë përmban, çfarë produktesh ju duhen, i keni në shtëpi, tranaja gjithmonë është në shtëpitë tona, është një recetë e traditës me bukë dhe djath. Do të vendosim ujin, 1 litër ujë, 5 lugë trahana, 1 filxhan vaj ulliri, 250 gram djath i bardh i fort, piper i kuq djegës, bukë fort dhe tharë, ajo që mbetet, mund ta thani, nuk duhet jetë qulle. Dhe qep të njoma, që është opsionale, mund t'ja shtoni kështu të prera imët fare në fund të zjerjes. Atëherë, direkt kaloj. Trahanan e kam lënë goxha në ujë, Një tigan. Pak yndyr dhe me vrap shkoj dhe marr gjalpin. Po. E jep është tepër shumë e thjeshtë është ja. Tek gjalpi siç e shikoni, kam pak edhe qumë, ç'të ja, sepse lëshon. Po. Më intereson për zbutjen e bukës, sepse edhe bukën e kam të fort goxha, ja. Atëherë djath, kripa piperi, opa, ja. Bukën. Kjo është e thatë, marrim një thik tjetër. E lë pak sa. S'ka që se me mish është. E ke tharë në furra, po zhvet kështu. Është, dhe si tharja natyrale, nuk ka. E presi në kubik, që t'jetë edhe më bukur, por edhe më... I marim edhe domatet? I kam gati, thjesht i lëm edhe pak, të dalja ajo cipa e sipër me e kapakut të domateve, kur të marrja të nxehtësinë e fundit. Ndërkohë, skuqet pak buka. Do të shtoj erza, sepse s'kam nevojë që t'i shoj më vonë. Kripa. Opa, pjesën tjetër këtu. Këtu dhe këtu. Përzjej në fillim dhe lëtë më theken ashtu si që janë. Si i rregulloj unë vetë erzat. Thjesht duke i trazuar, marrin dhe shihen copëzat e bukës. Ndërkohë kemi djath dele sot nga lufra, e bëjmë në copëza të vogla që ja shtojmë në përfundim recetës. Sa të bëhet gati buka, tani është momenti ndoshta le ta sjellim edhe tavën me tomate. Mbyllim recetën edhe të tranas, pra jemi drejt përfundimit të saj. Kemi karurdisur dhe një në gjalpë dhe vaj copëzat e bukës, bukë e cila është e thatë e ndënjur. Ta thekroj pak sa. Thekroni vetë. Edhe djathin. Po. Aty shtuam piper të zi, piper të kuq, mund t'jetë djegës ose jo. Derisa u thekruan edhe një herë dhe shpërthyen aromat, duke vendosur tani dhe djathin. Edhe pakës fare këtu, do t'i shtoj pak majdanos, sepse i jep një supershije. I jep një supershije. Tranaja po vjen, e kemi lënë në ujë dhe në atë ujë e vendosëm që të zishtuam kripën dhe piperin. Atëherë, janë si veproj. Erdha shpejt e dha. Ta vendosim në... Shumë shpejt. E largoj. Një përzierje shumë të mirë. Sepse është bërë nga që kam goxha minuta është të lënë. I shtoj vajin, e kaloj këtë masë. Po, dhe në them për më shumë shije, do ta vendosim në furrë. Aq sa merr ajo. Ja, e vendosim dhe telin. Një sekond.
Dhe ja, kështu si që është, një preke në furë, në kuptimin, themi pak minuta për një preke, pak vaj. E nivelojmë dhe është gati. Ne nuk do të vendosim tani në furë, thjesht do të tregojmë pak bashkë me recetat e tjera. Direkt përdoro? Të lumë shinduart. Faleminderit. Të lumë shinduart. Këto janë 3 recetat për ditën e sotme. Shpresojmë që t'ju kemë pëlqyer, të jenë të thjeshta për t'i gatuar në familjet tuaja. Mos harroni, klikoni në kanalin ton në YouTube, Rrezë Dielli, për të na bërë aty subscribe, për të na komentuar, sugjeruar recetat tuaja dhe për të gatuar për nesër në ditët në vazhdim këtu. Ju pres pas pak të lumë shinduar, shihemi nesër.